U mora 13 vjet me politik për Klajdi Musabelliu. Më kushtoi artistikisht, kalova nga këngëtar në emigrant. Klajdi Musabelliu së fundmi ka qenë i ftuar në natë me Aulonën, ku përveç eksperiencës në shtëpinë më të famshme të vipave në Shqipëri dhe karrierës në muzikës, ka folur edhe për përfshirje në politikë. Aulona e pyet se pse u mor dhe pse doli nga përfshirja në ish partinë. Lëvizja Socialiste për Integrim. Jam marrë 13 vjet me politikë, tha këngëtari. Aulona Musta, pse dole nga politika? Je marrë me lsinë. Klajdi Musabelliu. Po me lëvizjen socialiste për integrim. Ky ka qenë edhe një ndër gabimet që unë kam bërë në jetën time. Më ka kushtuar artistikisht, sepse u përzie gjëja. Nuk e di si ndodhi që u përzie kjo gjëja. Pra zëri me figurën. Kalova nga këngëtar në emigrant, po nuk ka problem. Ishte një gabim që unë e di sa më ka kushtuar, po nuk ka problem. Tashmë iku, ishte një eksperiencë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.